Grisa surprizon në Angjelushin në shtëpinë e re në Zvicër, moment plot emocion dhe lumturi. Një moment i ëmbël familjar po qarkullon në rrjetet sociale. Angjelusha është surprizuar nga motra e saj Grisa, e cila ka vizituar në shtëpinë e re në Zvicër. Pamjet tregojnë Angjelushin të emocionuar dhe të lumtur, ndërsa Grisa shfaqet papritur në dirë me buzëqeshje dhe dhuratë në dorë. Dy motrat kanë ndarë qaste plot dashuri, përqafime dhe gaz, një moment që ka prekur ndjekësit. Pacat kanë komentuar me fjalët më të bukura për lidhjen e fortë familjare, që i bashkon vajzat e shyrit të Velulit, duke e quajtur këtë një surprizë e bukur. Për të informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.